Takimi ishte i natyrës urgjente mëngjesin e së shtunës në qeveri. Kryeministri Albin Kurti priti emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen dhe ambasadorin e BE-s në Republikë Ivo Orav. Nga këtu doli lajmi se qeveria kosovare u pajtua t'u ofroj leje të përkohshme qëndrimi dhe t'u njoh letërnjoftimet pjesëtarëve të komunitetit serb që nuk janë pajisur me dokumente kosovare në ligjin për të huajt dhe atë për automjetet që do të fillojnë të zbatohen plotësisht nga e diela. Shefi qeverisë thot se nga 15 marsi fillon zbatimi i plot i dy ligjeve në fjalë, të cilat i quan me rëndësi për sigurinë individuale ashtu dhe nacionale. Nga zbatimi i këtij ligji do të preken edhe një numër i konsiderueshëm i qytetarëve që vijnë apo qëndrojnë në Kosovë nga Presheva, Medvexha, Bujanovci, Vrajna dhe qytetet tjera të Serbisë. Një pjesë e tyre janë të angazhuar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe edukative në sistemin ilegal paralel të financuar nga Serbia. Dua të potencoj që nuk është interesi i Republikës Kosovës që zbatimi i ligjit për të huajt dhe i atij për veturat të prodhoj pengesa në ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët. Por po ashtu dua të theksoj fuqishëm që njësoj është qëndrimi i Republikës Kosovës që në Kosovë nuk duhet dhe nuk mund të ketë mekanizma ilegal të cilët mirëmbahen e financohen nga një shtet jo miqësor e që nuk e njeh Republikën e Kosovës. Kurti thekson se tani nis edhe inkorporimi i ploti dy sistemeve ilegale që financohen nga Beogradi, pra ati të shëndetësisë dhe arsimit në kornizën ligjore të Republikës. Shton se ky legalizim duhet të pritet nga komuniteti serb pas një frikë dhe se e gjitha do të merr kohë e do bëhet në koordinim të ngushtë me emisarin e Brukselit. Qeveria e Republikës Kosovës po ashtu do të hapë një dritare të re 3 mujore për të mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë fakte civile, të cilat deri me datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale. Në këtë periudhë aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale. Se për çka u pajtuan me Nikoqirin folën qysh në nisje të kësaj paraqitje ku nuk u marrën pyetjet e gazetarëve, dy zyrtarët evropian. E konsiderojmë prioritet kyç që qeveria e Kosovës të sigurojë leje qëndrimi për punëtorët dhe studentët për periudhën fillestare 12 muaj, në mënyrë që të mos pengohet asnjë ofrim i shërbimeve shëndetësore dhe arsimore. I kemi kërkuar Kosovës që të lejojë letërnjoftime të lëshuara jo më vonë se 15 marsi 2026 nga Serbia për arsye të proceseve administrative. Në të njëjtën kohë Kosova duhet të regjistrojë ata në regjistrin e statusit civil sipas ligjit të Kosovës dhe kjo sipas statusit të tyre faktik civil. I pari Brukselit në Prishtinë sqaroi se për disa javë kanë qenë në bisedime që i quan intensive me qeverinë rreth zbatimit të ligjit për të huajt dhe atij për vetura. Sot ka ujdi për zbatimin e këtyre dy ligjeve me hapa substancial e shtesë, së pari në procesin e regjistrimit të serbëve të Kosovës dhe lejeve të përkohshme të qëndrimit. Kryeministër Kurti, faleminderit shumë për konstruktivitetin tuaj. Dua t'i falenderoj dhe liderët politik serbë në Kosovë për konstruktivitetin e tyre. Dhe përfaqësuesi special i BE-s Sorensen ka qenë në kontakt të ngushtë me qeverinë e Serbisë për të gjetur zgjidhjen me të mirë të mundshme. Orav shtoi se shpreson shumë që Kosova së shpejti të zgjidhë gjitha çështjet e saj të brendshme në mënyrë që sipas estonezit të ecet përpara me procesin e integrimit evropian.